Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Unë jam 28 vjeç dhe gjatë sezonit të verës punoj si kamarier në një restoran në shëtitoren kryesore të plazhit. Puna ime aty është jashtëzakonisht e ngarkuar. Nga qershori deri në fund të gushtit nuk kam asnjë ditë pushim. Restorani është shumë i madh e kemi një furrë picash me dru që e bën vendin edhe me të nxehtë dhe zhurma e njerëzve që ecin lart e poshtë në përshëtitore nuk ndalet deri vonë pas mesnate. Në fillim të kurrikut, një mbrëmje nga ora 9, në një nga tavolinat e mia u ul një grua. Ishte vetëm e kur shkova për t'i marrë porosin, i fola si zakonisht duke e pyetur se çfarë do të dëshironte. Kur ajo mu përgjigj, e kuptova që ishte shqiptare, por e fliste gjuhën me një lloj theksi tjetër, sikur ishte mësuar të fliste një gjuhë të huaj çdo ditë. Ajo porositi një pjatë me fruta deti. Ishte rreth 40 vjeçe, grua e mbajtur shumë mirë, e veshur thjesht, por me shumë shije. Ajo darkë ishte vetëm fillimi. Ajo filloi të vinte, pothuajse çdo natë tek restorani jonë. Ulej gjithmonë në të njëjtën tavolinë, pak në cep, aty ku nuk binte shumë në sy, e ishte edhe pak errësirë larg zhurmës së muzikës së restoranit tonë. Unë shërbeja atë çdo herë. Pak nga pak filluam të këmbenim me shumë fjalë se thjesht porosia e ushqimit. Nga bisedat e shkurtëra që bënim, kur i çoja pjatat, mësoj emrin tim dhe unë mësova emrin e saj, e më tregoi se jetonte prej vitesh në Itali. Ajo kishte ndërtuar jetën atje, por sapo ishte ndarë nga burri pas një martese goxha të gjatë. Për këtë arsye, kishte vendosur të merrte disa javë pushime dhe të vinte në Shqipëri krejtësisht e vetme. Më thoshte që kërkonte qetësi, donte të ndërronte ambient dhe të mos kishte njerëz të njohur vërdall që ta pyesnin për jetën e saj private. Kur ajo më fliste, e dëgjoja me shumë vëmendje. Kishte një lloj qetësie kur fliste ajo që e bënte bisedën shumë të ëmbël, e shumica e vajzave të moshës sime që vinin në atë restoran rrinin gjatë gjithë kohës me telefon e dorë ose bënin zhurmë kot e zgërdhiheshin për të tërhequr vëmendjen. Kjo ishte krejt tjetër gjë. Ishte e pavarur dhe shumë e sigurt në vetvete. Një pasditë vonë, para se t'i fillonte fluksi i madh i darkës, e restorani ishte akoma i qetë, ajo erdhi për të pirë një kafe. E pasi ja çova, unë kisha pak kohë të lirë. Ula tabaka në një tavolinë tjetër, e qëndrova në këmbë pranë saj për të bërë pak muhabet. Ti vjen gjithmonë vetëm, i thashon. Nuk mërzitesh kështu e vetme në një qytet që nuk e njeh mirë, e pyeta. Pasi kalon një farë moshe dhe pasi zhgënjehesh nga njerëzit, vetmia është gjëja më e mirë që mund të kesh. Të pakten nuk të prish njëri nervat, më tha ajo, e unë qesha. Të drejtë ke, i thash, por prap je një grua e pashme. Me siguri të ngacmojnë nëpër plazh ose rrugës kur ecën vetëm. Jam 40 vjeç, tha. E di shumë mirë
si t'i mbaj larg njerëzit që nuk dua t'i kem afër. Po ata që do t'i mbash afër, e pyeta unë, si sillej me ta? Ajo ktheu kokën nga shëtitoria e më shikoi një herë nga këmbat e koka. Për ata, nuk bëj asnjë rezistencë, me tha ajo, dhe vuri buzën e gaz. Aty e kuptova që bisedat tona kishin kaluar nga muhabet e mirësjelljeje në një flirt të hapur. Unë e kisha lëshuar grepin e ajo, siç po e shiha unë, nuk po e refuzonte. Nga ai moment, sa herë që vinte, komunikimi ynë ndryshonte. Filluam të ngacmoheshim me fjalë. Unë gjeja gjithmonë një arsye për të kaluar më shpesh nga tavolina e saj dhe ajo nuk ikte asnjëherë herët. Rrinte deri vonë, duke pirë lëng dhe duke më parë, teksa unë lëvizja mes tavolinave të tjera. Të shtunën e kaluar ishte nata më e ngarkuar e gjithë sezonit. Njerëzit prisnin në këmbë për t'u liruar një vend. Unë isha në lëvizje pa pushim. Duart i kisha të mbushura me pjata, pastroja tavolina, mbaja faturat e tjerë, e ajo erdhi rreth orës 11. Fatmirësisht tavolina saj në cep ishte e lirë dhe ajo ul. Pio vetëm një pije atë natë e unë isha tepër i zënë për të bërë bisedat e gjata, por prania e saj aty me jepte një lloj energjie të çuditshme. Rreth orës 1:30 të natës, lokali u zbraz tërësisht. Shumica e klientëve kishin ikur, shëtitoria ishte shumë e qetë dhe pronari i lokalit kishte futur stafin brenda për të larë dyshemet dhe për të bërë mbylljen. Muzika brenda vazhdonte të ishte e lartë, e ajo ishte klientja e fundit që kishte mbetur në restoranin tonë. Shkova tek tavolina e saj me pecet në dorë për të pastruar ujin që kishte lënë gota e saj. Je lodhur sot, më tha ajo. Është ditë e gushtit, i thash. Është lodhje e zakonshme kjo. Por mbaroj, tani sa po mbylla turnin, po dorëzoj vetëm lekët në ark dhe do të iki, e jam i lirë, i thash. Ajo po përgatitet të ngrihej për të ikur në hotelin e saj, por unë nuk doja ta lija të ikte ashtu. Eja pas restoranit, i thash unë asaj. Flasim me qetësisht, sepse këtu na shurdhoi muzika dhe s'po dëgjoj mirë njëri tjetrin. Ajo nuk tha jo, mori çantën e saj, ishte paksasi e friksuar, por unë ngrit. Unë i dola përpara dhe drejtova nga dera e pasme e restoranit, e cila të nxjerr në një vend të pandriçuar, mu si një livall. Aty prapa kemi një hapësirë ku mbajmë furnizimet e rënda. Vendi është i mbushur plot me stivat e druve që përdorim për furrën e picave. Aty s'kemi as drita e nuk ka as njerëz kalimtar e as kamera. Ishte komplet e rësirë dhe ndihej vetëm ajri i freskët i natës që vinte nga deti. Sa po arritëm pranë stives së druve, unë dalem. Unë e pash atë, e cila kishte mbetur e mbështetur pak te muri fiks anash druve. Por ajo nuk bëri asnjë pyetje e nuk foli fare për të thënë se çfarë do të bënim aty, por ajo ishte e pjekur dhe e dinte shumë mirë. Unë i ofrova e nuk kisha ndërmend të humbisja kohë me bisedat e tjera boshe. Ja hodha duart e mia rreth belit, e tërhoqja drejt vetes, e fillova ta puthja në buzë.
Për një sekond, ajo shtrengoi trupin, por me njëherë pas kësaj reagoi. E lëshoi çantën nga dora, e cila ra me njëherë në tokë, me hodhi krahet rreth qafës sime dhe filloi të me puthte edhe ajo me të njëjtin ritëm. Pastaj ajo shikoi se ku të ulej. A ka tha ndonjë vend apo ndonjë gjesen që të ulem e të mos i bëj rrobat pesë, me tha ajo. I thash të ulej mbi turrën e druve. I thash mund të bëhesh pak me pluhur, por nuk janë të pista. E ajo u mbështet mbi turrën e druve, e unë ju ofrova tërësisht ngjitur me te, e fillova përsëri ta puthja tek buzët. U ula ta puthja tek fyti. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, nëse nuk doni abonohuni ose bëjni subscribe.